Përshëndetje miq. Në 5 vitet e fundit, a keni dëgjuar në për studio televizive që ndonjëri prej këtyre gazetarëve, analistëve të drejtoj gishtin e përgjegjësisë për kreta tha se çka ka ndodhur në veriun e Kosovës dhe të Mitrovicës për më shumë se 20 vite. Nuk keni dëgjuar. Vazhdimisht në për studio është akuzuar qeveria e jo Serbia dhe Vučići. E fundit, përpjekja e fundit që ka për të transmetuar si talvje propozimin tim që ura më e bukur mbi lumin Ibër të ketë emrin Albin Kurtit. Ne si shoqëni kemi bërë shumë mirë kur kemi ndërtuar shtatorën e Bill Clintonit në Prishtinë në shaj mirënjohje. Ka dhe shoqëri të avancuar sikur se është shoqëria suedeze që shtatore e mirënjohje i ka bërë edhe Kosovar Aslanit për kontributin në futboll. E për gjithë këto veprime në veri, ku sot qytetarët shqiptar nga periudha kur vriteshin e dëboheshin janë rikthy në pronat e tyre dhe banesat e tyre, e po ndërtojnë e po hapin biznese ku nuk funksionon dinari Serbisë, ku s'ka institucione paralele, ku s'ka targat Serbisë, ku institucionet e Republikës Kosovës janë shtrirë në çdo cep të territorit të Republikës, ku ujmani menaxhohet nga autoritetet e Kosovës, ku nuk ka kontraband, ku nuk ka krim, e qytetarët lëvizin lirshëm, njeriu që mundsoi këta me negociata, veprime institucionale që kanë mundsuar rend dhe ligj është Albin Kurti. E kjo ka kulmu edhe me rezultatet shumë pozitive të ndërtimit të urave që mundsojnë qarkullimin e lirë. Andaj gjithë këtyre që po bëjmë përpjekjet e fundit për të përqesh ose bullizu përpjekjen ose propozimin që një ura më e bukur mbi lumin Ibër të ketë emrin Albin Kurtit, jam prej përpjekjeve të fundit para të dielës së 28 dhjetorit, kur qytetarët e Republikës, bashkë edhe me prezencën e Mërgatës, kanë me i dhonë një fitore plebiscitare kryeministit tonë. Faleminderit.